Unë dua të dëshmoj se para 2 vitesh, kur Zoti më solli në kishën e tij, gruaja ime kishte 3 vite në kishë dhe kur nata ime kishte më shumë kohë, ato nuk lodheshin, më ftonin gjithmonë në kishë, unë thoya gjithmonë se jo. Isha shumë kokfort, shumë rebel dhe nuk besoja në atë kohë derisa një ditë pranova të shkoja dhe nga Kölni në Gjermani ku ne jetonim, më ftuan në Frankfurt për të parë një mësim në kishën atje dhe shkuam atje, ishin rreth 2 orë gjysmë udhtim dhe unë prisja të shihja vllain Tulio, pastorin e kishës atje në Frankfurt, por për habin time u dha një video e motrës Maria Luisa. Dhe unë u zgënjeva, u zemrova me gruan dhe me kunatën time dhe u thash, më sollët kaq larg për të parë një video, unë mund të kisha qëndruar në shtëpi për të parë videon. Kështu që u zemrova me të dyja ato dhe kur u kthyem për në shtëpi me makinë, goma e makinës u shpua dhe unë e di që ishte prej mëshirës që Zoti kishte për gruan time dhe kunatën time që arritëm në shtëpi dhe sapo mbritëm, goma u shfryu plotësisht. Dhe unë e dija që kjo ishte për shkakun tim nga mosbindja ime, sepse nuk besoja dhe nuk i jepja vlerën që duhej motrës Maria Luisa. Kaluan disa kohë dhe Zoti filloi të më ndryshonte dhe unë u ktheva sërish në kishë dhe Zoti më foli dhe më tha, "Bir, unë në këtë kishë shfaqem. Mos kërko më, unë jam këtu. Përgatitu, lexo Biblën." Dhe kështu që unë fillova të kthehesha tek Zoti, nisa të përgatitesha, Zoti filloi të më ndryshonte pak nga pak. Kaloi një vit dhe në vitin 2024 erdhi vllai Andres Carrillo, supervizori botror i kishës dhe gruaja e tij motër Patricia në Frankfurt dhe na ftuan në një festë shpirtërore. Unë isha i gëzuar, isha i lumtur, kisha dëshirë të shija vllain Andres Carrillo që të jepte mësimin, por kur ai nisi, ai dha vetëm pjesën e hyrjes dhe më pas ai u ul dhe vendosën videon e mësimit të motrës Maria Luisa. Dhe në atë mësim, motra fliste për trupin e Krishtit dhe unë isha kaq i gëzuar dhe isha i lumtur pash vllain Tulio, gruan e tij motrën Viviana, vllain Andres Carrillo dhe motrën Patricia dhe të gjithë pastorët, bijët e Zotit, duke vëzhguar motrën sepse është Zoti tek ajo, dhe tani mund këtë e kuptoja dhe ndisha i gëzuar. Kur përfundoi mësimi, vllai Andres Carrillo na tha, "Do të përlëvdojmë Zotin për 10 minuta." Dhe në ato 10 minuta unë ndjeva i gëzuar, unë ndjeva i lumtur dhe kur mbaroi përlëvdimi, adhurimi, një motër mu ofrua dhe më tha se Zoti i dha një vegim, sa ajo pasi nga televizori dilte motra Maria Luisa si një qenie gjigande dhe më vendoste duart në kokë dhe më thoshte, "Ai tani më është gati, unë kam zbritur dhe i kam dhënë pagëzimin me frymën e shenjtë dhe kjo ishte ajo që atij mungonte." Disa ditë më vonë, Zoti më foli në profeci dhe më tha, "E shikon si të sprovova. Unë të sprovova me të vajosurën time, me bien time, duke qenë se ti nuk e vlerësoje, nuk i jepje vlerën që duhej, por tani e shikon që unë jam tek ajo. Dhe unë të sprovova, prandaj unë të jap pagëzimin me frymën e shenjtë." Kaloi pak kohë dhe Zoti më ngriti në kishë për të shërbyer me dhundjen e profecisë, po i shërbej Zotit në kishë bashkë me gruan time dhe Zoti me të vërtet heq velin nga syt, na përgatit dhe kjo sjell gëzim sepse Zoti atë që thotë e përmbush, dëshmoj për të nderuar emrin e Zotit tim.